ka pas disa arsye pse i kemi diskutu këtu pse PSD-ja s'ka garu. PSD-ja po hin me një ofertë opozitare të re, me një ofertë opozitare për me ruaj demokracinë e vendit, edhe për me qenë një zëj fuqishëm kuvend qysh mungon. Të siguroj që kemi me punu shumë këtë fushat, kemi punu dhe për vjetë tona, duke shpresu që kemi me pas një grup parlamentar në kuvend. Unë besoj që këtë grup parlamentaris është maj vlefshëm se 45 deputet që janë sot të opozitës në kuvend. Maj vlefshëm në kuptimin e çka ka me sjell, maj vlefshëm në kuptimin e debatit cilësor, e debatit për politikë. Qa bënë sot dis, e shë kuvendin e Kosovës edhe që aty s'ka politikë, që aty nuk ka debat politik, që aty nuk ka përplasje të bindjeve e të kundërthanjeve politike. Është ti e hajnë si unë, që edhe ti po vjedhë që shkon vjedhon, a ke thonë ti po s'po ledzojshe, ku këtë janë këto lafe të do burrave që kanë hek dorë për politike, burra e grave që kanë hek dorë për politikës, burra e grave që jenë të këqyr që shme notu në valë që kur t'i pja u sjell. E për neve është të rëndësishme me hy në kuvend, me eftu se cilin njeri që donë me hy me neve ngarë, që donë me ndihmu në çfarëdo forme që e shetë mundshme, që donë me diskutu, me shkru edhe me ardhë në PSD, sepse unë besoj që PSD-ja është e vetmja parti politike në Kosovë, e vetmja parti politike, përveç vetëvendosjes, që ka ide. Ka ide. Tash, ide problematike ka vetëvendosja. Vetëvendosja pas ka ide, të tjerat jo. E ka ide problematike për vendin. Të tjerat nuk kanë ide, fare nuk kanë ide. Jo në të këshyrë që shmenda pushtet. Ku e keni targetin atëhera? A keni targetin të populli paknaqur opozitar, që nëse interpretohet ideologjikisht është i djathtë për shkak të partive opozitare, apo të elektorati vetëvendosjes, pak a shumë ideologjikisht të ngjashëm nëse jo të njëjtë? Me thonë drejtën, hajtë s'kom pa njerëz super të majtë që janë parti opozitare, për arsye të ndryshme, dikush për shkak lojalitetit ndaj dikujt, dikush për shkak prejardhjes politike, kraj luftës, krejt këto, që për një arsye se tjetë rrinë në një subjekt caktuar, për mu është e rëndësishme me ardhë edhe me sa ma shumë që kemi mundësi me e binjo një tjetër, me e influencu, me debatu. Ka pas aktivist politik që ka ardhë me një bindje problematike, ndoshta për një temë caktume, po e mira është na besojmë të njerëz që ndrojnë, edhe njerëz të ndrojnë. Kështu që na nuk jam për me përjashtu elektorat, na jem me punu, me kriju elektorat tonin, mirë po dhe me ftu elektoratin e paknaqur të VV-s. Edhe na kemi qenë VV, edhe ka pas aktivist jashtëzakonisht zellshëm që kanë besu, e sot nuk mendojnë ndryshe, por nuk janë hala gati me bu hapin e parë. Unë i ftoj njerëz që me pranu që kanë kontribu dikun, edhe një moment caktuar është aftësi me ditë edhe me dalë për qasaj. Kështu që për neve target është secili votues, secili njeri i cili Kosovës